përfaqësues të medias, të nderuar miq, koleg, të dashur student, është kënaqësi që jemi përsëri së bashku në këtë aktivitet të përvitshëm që ne organizojmë si Bankë Shqipërie. Është bërë zakon tashmë që ne e celebrojmë, kurorëzojmë çmimin e guvernatorit për diplomën më të mirë si event së bashku me mediat, me përfaqësuesit e medias. Më falni. Normalisht ne duam që të japim një falënderim medias, përfaqësuesve të medias, pasi janë bashkëpunëtorët tanë kryesor në aktivitetin tonë si Bankë Qendrore. Natyrisht ju jeni bashkëpunëtor me gjithë institucionet publike dhe grupet e interesit, por ne si Bankë Shqipërie veçanërisht i kushtojmë shumë rëndësi komunikimit dhe bashkëpunimit me përfaqësuesit e medias, me median përgjithësi, të shkruar, vizive, të gjithë llojet e kanaleve mediatike, pasi sikurse e kam thënë çdo vit, transmetimi i politikës monetare si objektiv kryesor i Bankës Qendrore, që është stabiliteti i çmimeve, bëhet pa diskutim nëpërmjet medias. Ne nuk do të mund ta bënim komunikimin, transmetimin tonë të politikës monetare pa pasur mirë kuptimin dhe bashkëpunimin tuaj. Dhe sigurisht që vit pas viti, në këto vite ju jeni dëshmitarë vetë që cilësia e komunikimit dhe cilësia dhe njohuritë profesionale nga mediat janë rritur shumë. Natyrisht që gjithë shoqëria ka avancuar, natyrisht që programet ekonomike dhe interpretimet ekonomike kanë një stad më të lartë, nuk janë më si dikur, ndoshta para një dekade, 2 dekade, se më shumë vite nuk ka pasur fare lajme ekonomike, dominonin lajmet politike, ndërkohë që sot lajmet ekonomike pozicionohen gjithmonë në më shumë vend dhe natyrisht janë shumë të rëndësishme. Politika natyrisht është e rëndësishme, ajo bën jetën tonë, por njëkohësisht ekonomia është po ashtu aq e rëndësishme. Sa më i plot jetë informacioni ekonomik, aq më e qartë dhe informative është situata për familjet dhe për bizneset, për planet e tyre për investim dhe për gjithë qëndrimin që mund të kenë njerëzit kundrejt situatave të caktuara. Në 5 minuta komunikim që bëm së bashku për sa folëm, interesi gjithmonë është si do shkoj kursi i këmbimit, pasuria patundshme. Pra këto janë fenomene në të gjithë botën që njerëzit kanë interes. Me 2 fjalë do thoya që ky ka qenë një vit i suksesshëm, një vit i mbar për ekonominë përgjithësi dhe për Bankën e Shqipërisë. Ne kemi arritur të mbajmë inflacionin nën kontroll. Objektivi jon kryesor si Bankë Qendrore është stabiliteti i çmimeve, sigurisht dhe stabiliteti financiar. Kemi qenë një nga vendet me nivel më të ulët inflacioni. Kjo vjen si rezultat i politikës monetare, e ndryshimit të kursit politikës monetare nga viti i kaluar për pjesën e monedhës vendase, por sigurisht vjen edhe nga kursi i këmbimit. Natyrisht dhe çmimi i energjisë, mos ndryshimi dhe faktorët e tjerë që ju gjithashtu i keni analizuar kanë ndikuar, por 2 faktorët kryesorë kanë qenë ndryshimi i kursit politikës monetare nga Banka Qendrore dhe efekti i kursit këmbimit. Dhe sigurisht që kjo na ka bërë që ne të jemi më pak agresiv gjatë këtij viti në krahasim me vitin kaluar me ndryshimin e kursit politikës monetare, pasi efekti i kursit këmbimit e ka smuthur, e ka zbutur. Njëkohësisht situata me sistemin bankar ka qenë përsëri e shëndetshme. Sistemi bankar është rritur në asete, në bilance, ka pasur përfitueshmëri të mirë, njëkohësisht ka ruajtur dhe nivelin e kredive të këqija, duke u rritur dhe duke ruajtur cilësinë bankat, sistemi bankar, sistemi financiar ka performuar mirë. Kemi disa objektiva që dua t'i përmend si fund viti, që gjithmonë bankat qendrore kanë objektive edukimi financiar, përfshirjen financiare dhe në kohët se sotme janë disa në këtë drejtim janë disa iniciativa të ndërmarra për modernizimin e sistemeve të pagesave, për digitalizimin, sikurse edhe për ndryshimet klimatike. Ne si Bankë Qendrore kemi vite që po punojmë për këto, gradualisht po i konkretizojmë këto objektiva, punën e kryer. Ne kemi miratuar një ligj për shërbimet e pagesave 2 vjet më parë në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore. Kemi bërë të tërë gjithë kuadrin rregullator në zbatim të këtij ligji dhe efektet e para po duken. Kemi licencuar kompanitë e para të fintechut.
Ne kemi gjithashtu lançuar, kemi azhurnuar, upgradeur sistemet tona për të bërë jo vetëm për lekun, por edhe për euron, qarkullimin e brendshëm të pagesave. Nga rezultatet konkrete i kemi kursyer ekonomisë shqiptare, pra agjentëve dhe individëve, vetëm nga kursimi i komisioneve 22 milion euro, por nuk është vetëm kjo, është dhe kohë e shkurtuar nga implementimi i këtij sistemi të clearingut në euro, një lloj si me lekun. Dhe së fundi kemi, sapo është miratuar në parlament, ligji për shërbimet bazike të pagesave, i cili i adresohet më shumë shtresave vulnerabël popullatës, pensionista, ndihmë ekonomike, student, pra pjesa më e varfër, e cila ka të vështirë të ketë komunikim marrëdhënie me bankat, pasi edhe një komision i ulët nga bankat për këtë shtresë do të ishte i kushtueshëm dhe do t'i mbante gjithmonë jashtë, larg aktivitetit bankar. Me këtë ligj ne sigurisht kemi siguruar kosto zero për pagesat për këtë shtresë. Ligji sapo miratuar dhe rezultatet do të shihen në vitin që vjen e më pas. Ka shumë tregues që unë zoti përmend tani mos marr kohën tuaj, pasi kjo është më shumë një aktivitet për lancim për çmimin e guvernatorit diplomën më të mirë, por edhe një gëzuar për fundin e vitit. Rezultatet kanë qenë shumë mira në drejtim të modernizimit të pagesave. Ne kemi arritur dhe të kaluar objektivat tona si Bankë Qendrore lidhur me përfshirjen financiare, me llogaritë bankare. 70% e popullatës rezulton që ka një llogari bankare tashmë dhe përdorimi i kartave dhe i kanaleve elektronike të pagesave është rritur shumë konsiderueshëm. Shpresojmë që të kemi një vit tjetër të suksesshëm, ka shumë sfida, unë përmenda lajme të mira pasi këto janë fakte, natyrisht që ka dhe rreziqe, ekonomitë gjeopolitika është e komplikuar, bota është e komplikuar, ne shpresojmë që efektet nga krizat e mëdha gjeopolitike të reflektohen sa më pak në rajon dhe gjithashtu në Shqipëri. Shpresoj të kemi fat, ekonomia shqiptare ka rezultuar fleksibël kundrejt gjithë goditjeve të mëparshme dhe urojmë që të kemi të njëjtën performancë në vitet e kaluara, por parashikimet tona profesionale nga departamentet e politikës monetare, të kërkimit ekonomik brenda bankës parashikojnë që të vazhdojmë të kemi një rritje të mirë ekonomike dhe në vitet që vijnë, dhe inflacionin ta kemi në objektiv në vitin që vjen. Me këtë rast unë përmenda ne lançojmë çmimin e guvernatorit për diplomën më të mirë. Ky është një aktivitet që ne e kryejmë prej 17 vjetësh, është bërë traditë në Bankën e Shqipërisë. Është mesazh shumë i mirë dhe informacion shumë i mirë që vit pas viti dhe në këtë drejtim ne shohim rritje të cilësisë së punës kërkimore nga studentët. Kemi pasur 26 aplikime tema studimore këtë vit dhe kemi pasur shumë të vështirë të përzgjedhim temën më të mirë, por në komitetin ton të brendshëm, pas shumë diskutimesh dhe debatesh, kemi konkluduar për çmimin më të mirë të guvernatorit. Unë do doja t'i falenderoj të gjithë studentët për punën e tyre të shkëlqyer që kanë bërë në aspektin kërkimor shkencor. Temat janë me një cilësi të lartë, por njëkohësisht janë dhe relevante, janë shumë relevante me sfidat aktuale që ne kemi me këto që unë sapo folja. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra për të gjithë bashkëpunimin dhe mbështetjen, për informacionin korrekt që është dhënë në vazhdimsi për punën për ekonominë përgjithësi dhe për rolin e Bankës Qendrore në këtë aspekt. Falenderoj shumë dhe studentët për punën cilësore që kanë bërë për temat e tyre. Ju uroj gëzuar vit në ri, keni një vit sa më të mbar, me suksese, me shëndet, me fat dhe me gjithë të mirat. Shumë faleminderit, për mos u zgjasur, do doja të kalonim direkt ke dhënia e çmimeve. Do të kalojmë nga çmimi i tretë në çmimin e parë, ne zakonisht çmimet i japim fillimisht me drejtorin e kërkimeve, zëvendës guvernatorit, pastaj do të jap çmimin e parë. Faleminderit. Gëzuar. Përshëndetje, ju falenderoj të gjithëve. Dua të njoftoj të shpallë se me çmimin e tretë për këtë vit është shpallur puna e studentes Krista Kozmaj, studente e masterit pranë Universitetit Evropian të Tiranës. Ka një temë të goditur me titullin Frika nga kursi i këmbimit Frika në Thonjza, nga kursi i lirë i këmbimit në rastin e Shqipërisë. Është një temë shumë relevante në kohën e duhur dhe është përzgjedhur për punën e mirë me karakter të plot empirik dhe analizues. Dua të theksoj se kjo temë
është domethënë se jo vetëm për Bankën e Shqipërisë, sepse kursi i këmbimit është në qendër të politikave monetare dhe stabilitet financiar, por edhe për vetë ekonominë. Shpesh mosnjohja e plot e aspektit teorik apo praktik të temës të çon edhe në konkluzione ndoshta të gabuara. Prandaj e vlerësojmë shumë punën e Kristës dhe konkluzionet për të cilat ajo është shprehur në temën e vet. Dy fjalë shkurtimisht, tema është empirike dhe përpiqet të shikoj ose të studioj se cilët janë faktorët fundamental mbas kursit të këmbimit. E veçanta është se ndër gjithë faktorët fundamental që janë investimet e huaja, eksport, importi, norma e këmbimit apo të themi inflacioni, Krista ka përfshirë edhe vetë politikat e Bankës së Shqipërisë. Konkluzionet janë në linjë me ato që parashikon teoria dhe regresionet e shumëfishta tregojnë që të gjithë këto faktorë përcaktues ose disa prej tyre janë domethënës dhe arrin dhe në konkluzionin domethënës se Banka e Shqipërisë nuk e përcakton ose nuk e ndikon kursin e këmbimit. Ju falenderoj shumë për temën, do bëj një sugjerim të vogël që ndoshta duke rritur një çik periudhën, duke filluar ndoshta nga vitet 2000 dhe duke përdorur një metodë edhe një çik më të plot ku të merret parasysh dhe ndërveprimi ndërmjet variablave ekonomik, juve do të keni rezultate edhe më të mira. Ju falenderoj shumë, ta provizoj. Përshëndetje të gjithëve, unë kam kënaqësinë t'ju bëj të njohur juve për punën e një studenti që vjen nga një universitet në Britaninë e Madhe, Universiteti Greenwich. Ai ka bërë një studim relativisht të guximshëm mbi relation between market efficiency, unexpected return and volatility in stock exchange markets, që është një guxim në një farë mënyre sepse këto lloj strukturash financiare akoma janë në zhvillime sipër në Shqipëri. Studenti quhet Virjosin Stafhasani dhe vjen, siç u thash, nga Universiteti i Greenwich, atje ka paraqitur punimin e tij. Materiali merr në analizë kthimet e pritshme në tregun e letrave me vlerë, por edhe eficiencën e tregjeve të letrave me vlerë në përgjithësi. Ai përpiqet të analizojë si kthimin e të ardhurave edhe eficiencën e tyre në këto tregje, duke u fokusuar në 3 raste studimi, ka marrë në studim 3 shtete, të cilët janë shumë të ndryshme nga struktura ekonomike, por dhe nga përbërja e institucioneve financiare, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën dhe Argjentinën. Virjosini është përpjekur të provojë nëse çmimet dhe kthimet nga investimet në tregjet e letrave me vlerë dhe tregjet e kapitalit në përgjithësi janë të ndryshme në sasi, por edhe në teknologjinë e kthimit, në vendet e zhvilluara dhe në ato në zhvillim, sepse ato ndikohen nga struktura financiare të ndryshme që i mbështetin ato. Mëtej ai përpiqet të vlerësojë volatilitetin e kthimeve në investimet në tregjet e kapitalit dhe provon se ky volatilitet është shumë i lartë në varësi po sigurisht nga shkalla e zhvillimit të tregjeve. Hipoteza e punimit të tij është se tregjet eficiente, në tregje eficiente të letrave me vlerë, një investitor mund të rrisë fitimet e tij neto, por natyrisht ai duhet të jetë në gjendje që të balancojë riskun, që është një variabël jo shumë stabil, jo shumë në duart e investitorit. Për metodologjinë e punimit, ai edhe në këtë rast është mjaft i avancuar, përdor 2 sisteme ekonometrike që ne shkurtimisht ekonomistët i thrasim OLS dhe ARCH, të cilat dallimin midis tyre janë afërsisht të njëjta, por shkallën e volatilitetit e merr në një version konstant dhe në një version tjetër të ndryshueshëm, pra volatil, që ai të ketë mundësi të bëjë diferencën midis këtyre 2 metodologjive. Studimi është në një periudhë relativisht të hershme, është midis vitit 2010-2019, kështu që për mua është një thirrje për studiusin ta ribëj dhe ta shikoj në një kontekst të zhvillimeve financiare dhe monetare komplet të ndryshëm në periudhën në dekadën që nis me vitet 2020 në vazhdim. Materiali ka edhe konkluzione, ka rekomandime të cilat janë shumë të arsyeshme, po të marrim parasysh moshën e re dhe eksperiencën relativisht të kufizuar të autorit. Ai sugjeron në një pjesë të rëndësishme të tij
forcimin e edukimit financiar, në mënyrë që këto tregje, nga tregje spekulative, siç mund të quhen nga shumë ndjekës ose përdorues të tyre, të kthehen në tregje financiare të qëndrueshme dhe vlerat e investimeve të jenë gjithmonë të parashikueshme. Suksese mëtej Virjosinit. Kam kënaqësinë të shpall fituesin e çmimit të parë të guvernatorit për diplomën më të mirë, e cila është Aurora Capo. Aurora është studente e Universitetit të Amsterdamit në Holland dhe ka temën e diplomës, tu e kam në anglisht, po e lexojmë në shqip, komunikimi i bankave qendrore dhe parashikimet dhe pritshmëritë për inflacionin. Sa po folëm, në fakt sa i rëndësishëm është komunikimi dhe transmetimi i politikës monetare, dhe vajza ka bërë një temë diplome jashtëzakonisht profesionale lidhur me tonin e komunikimit të bankave qendrore, pra efektin që ka toni i komunikimit të bankave qendrore në transmetimin e politikës monetare. Nëpërmjet kësaj teme, Aurora ka vlerësuar tonin pozitiv ose negativ dhe ka bërë një vlerësim empirik të fenomenit bazuar në metodologjinë e modeleve të vektorëve autoregresiv. Është përdorur me zgjuarsi analiza e ndjeshmërisë së tekstit, pra sentiment text analysis, për të ndërtuar një tregues të matshëm sasior për tonin e komunikimit të Bankës Qendrore. Dhe kjo është bërë duke marrë në analizë, duke bërë një vrojtim nga viti 2003 në vitin 2021 për Bankën Qendrore Europiane dhe për Federal Rezervën, pra Bankën Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe nëpërmjet kësaj teme, Aurora sugjeron nevojën për të patur një komunikim më efektiv me publikun. Bankat qendrore duhet synojnë krijimin e kanaleve të tjera të komunikimit politikave dhe vendimarrjeve të saj që të arrijnë jo vetëm tek audienca profesionale, por dhe tek publiku i gjerë dhe më pak i informuar. Kjo është një temë jashtëzakonisht relevante, në fakt, e punuar shumë mirë, bazuar në kriteret dhe metodologjinë e kërkimit, e researchit. Kjo është një temë që tema çështja e lidhur me temën e Aurorës ka qenë nga çështjet që ne si Bankë Qendrore e kemi pasur gjithmonë në vëmendje, në mënyrë që komunikimi të jetë jo vetëm sa më transparent me publikun, por njëkohësisht të jetë i lexueshëm, të jetë mesazhdhënës dhe të jap atë që ne kemi marrë si vendimarrje, si informacion. Falenderoj shumë Aurorën për temën e saj cilësore dhe e ftoj të marrë çmimin. Përshëndetje të gjithëve. Fillimisht dua t'ju falenderoj për këtë vlerësim ndaj punës time. Kam ardhur posaçërisht nga Oxfordi në fakt për këtë event. Ndihem shumë krenare dhe e privilegjuar që studentët shqiptar në gjithë botën vlerësohen me këtë çmim. Dua të falenderoj profesoreshën time Izabel, e cila më ka supervizuar dhe mbikëqyrur këtë punë time gjithashtu. Dhe së fundi, guvernatorin, Bankën e Shqipërisë për këtë vlerësim. Ju falenderoj dhe gëzuar vit mirë.